Pas Nestle, disa kompani tërheqin qumshtin e bebeve, dyshime për kontaminim. Pas Nestle, kompani të mëdha të industrisë së qumshtit si Danone, Lactalis dhe Vitagermine kanë tërhequr nga tregu qumshtin pluhur për foshnja si pasojë dyshimeve për kontaminim me cereulide, një toksinë e dëmshme që shkakton të vjella dhe diare zakonisht 30 minuta pas konsumimit. Kontaminimi dyshohet se ka nisur në fillim të dhjetorit dhe është gjurmuar tek një furnizues kinez i vajt Ara, një përbërës kryesor për formulat premium për foshnja. Si pasojë, nga fundi vitit 2025, prodhuesit e formulave në mbar botën janë detyruar të kryejnë analiza rreziku. Kompania Nestle ka tërhequr qindra produkte nga linjat e saj të formulës të foshnjave në shumë vende të Europës, përfshirë edhe Shqipërinë. Danone gjithashtu ka tërhequr disa lloje të formulës së qumshtit të prodhuar në Irlandë, sidomos markat e njohura si Aptamil apo Nutrilon. Për të njëjtat arsye, edhe prodhues të tjerë përfshirë Vitagermin kanë tërhequr lloje të caktuara të formulës së qumshtit për bebe si masa paraprake. Kjo konsiderohet si nga krizat më të mëdha globale të sigurisë ushqimore për foshnjat të vitet të fundit, sa kaq autoritetet në Francë kanë nisur hetimet për 2 raste vdekjesh të foshnjave që kishin konsumuar formula qumshti nga llojet e tërhequra. Megjithatë, ende nuk është konfirmuar lidhje shkakësore sipas konsumimit të formulës dhe rastit. Toksina ceruelide prodhohet nga lloji bakterit Bacillus cereus dhe është rezistente ndaj nxehtësisë, që do të thotë se nuk shkatërohet gjatë përgatitjes së formulës me ujë të valuar në nivele më të larta. Për shkak të konsumimit mund të krijojë rrezik për simptoma gastrointestinale tek foshnjat.